Ishte të dashur, jemi rikthyer përsëri në studio, tani më për të vazhduar me rrjedhën e emisionit të 5 ditës katror, veçse e kam të ftuarin çdo orë 18:30 shënon koha rezervuar për bisedën në studio, ku do flasim sot pikërisht me zotrin Mentor Hoxha, se vend mbikëqyrës kryesor shtetëror për mbrojtjen e të dhënave personale. Mirë se vini. Mirë se vini. Do të flasim pikërisht për digitalizimin sa i përket të dhënave personale, patjetër tashmë secili nga ju po ndalemi tek rrjetet sociale pasi janë ato cilat edhe kanë kapluar çdo njeri, pa marrë parasysh i ri apo i vjetër, është e rëndësishme të ketë një llogari dhe patjetër që është e rëndësishme që çdo herë të kyçemi aq sa herë ne dëshirojmë. Për këto dhe gjithë ato të tjera se si apo çfarë dhe cilat janë ato cilat duhet keni kujdes, patjetër e kemi edhe të ftuarin. Faleminderit që pranove fillimisht tjerë sot me ne. Ndave kohën edhe pse i zën kohë pas kohë me njerë nga puna këtu tek ne, megjithatë falenderoj. Ishte kënaqësi dhe është detyrë dhe obligimi jonë realisht që përmes mediave të përçojmë mesazhin në ngritjen e vetdijes dhe sensibilizimit të opinionit sa përket mbrojtjes së dhënave personale dhe privatësisë. Faleminderit. Të ndalemi fillimisht tek formimi i Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Besoj që shumë prej atyre cilët janë duke na shikuar, janë duke na ndjekur nëpërmjet First Channel, nëpërmjet Katrorit, ndoshta edhe nuk janë dieni se për çfarë po flasim. Mund të ketë diçka të tillë, nuk janë të vetëdijsuar, ndoshta nëpërmjet këtij emisioni mund të vetë kuptojnë diçka. Në minuta të shkurtër mund të na thoni diçka rreth. Gjithsesi, Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e Dhënave Personale është themeluar në 30 qershor të vitit 2011. Ne tashmë kemi kaluar 3 vjet të themelimit të agjencionit dhe lidhur me sensibilizimin e qytetarëve sa përket mbrojtjes së dhënave personale dhe privatësisë, respektivisht të drejtës së qytetarëve për mbrojtjen e privatësisë dhe drejtës të lancimit të ankesës në çdo rast kur ata konsiderojnë se të drejtat e tyre janë shkelur. Ne kemi ndërmarrë një fushatë sensibilizuese e cila zyrtarisht ka filluar në 5 nëntor të vitit të cilit e lan pas. Dhe kjo fushatë ka qenë ndërtuar në segmente të ndryshme, duke filluar nga segmenti i ngritjes së vetdijes së nxënësve dhe studentëve, ngritjes së vetdijes së qytetarëve, ngritjes së kapaciteteve nëpër institucionet publike dhe private, respektivisht të zyrtarëve të mbrojtjes së dhënave personale, hartimit të një manuali për zyrtarët të mbrojtjes së dhënave personale dhe organizimit të javës së privatësisë, të cilën do ta shënojmë ka datën 27 deri në datën 28 në 3 aktivitete të ndara. Pra dhe synimi i agjencisë suaj është që të vetëdijsohen sa i përket mbrojtjes së të dhënave personale. Mirë po, të ndalim tek 3 vite, tashmë janë bërë sa jeni ndarë të kënaqur, sa ka pasur sukses kjo në përgjithësi me qytetarët në përgjithësi me vendin tonë. Ne si matës kryesore se sa qytetarët janë të sensibilizuar sa përket drejtave të tyre, ne kemi shfrytzuar nivelin e numrit të ankesave të cilat ne kemi pranuar. Ne mund të vlerësojmë që çdo vit niveli i qytetarëve të cilët kanë kërkuar ndihmë në çdo rast kur ata kanë konsideruar se të drejtat e tyre janë shkelur, kemi një numër jashtëzakonisht të madh të cilët është rritur hap pas hapi apo vit pas viti, dhe në këtë vit mund të konsiderojmë se ky numër është relativisht i madh dhe këto dhëna shumë shpejt do të publikohen përmes raportit të cilin ne do ta dërgojmë në kuvent për aprovim. Pra vetëm ka shumë ankesa ku edhe dërgohen tek ju, patjetër do kisha dashur që gjithë ju që keni parë ose ju është bërë ndonjë shkelje sa i përket asaj, të dini edhe ku drejtohen. Është shumë e rëndësishme qytetarët e Republikës së Kosovës të kuptojnë se drejta e tyre për mbrojtjen e dhënave personale dhe privatësisë është drejtë e garantuar me kushtetut në 36 e saj, ligjin për mbrojtjen e dhënave personale dhe aktet e tjera ligjore. Në çdo rast ku qytetarët e Republikës së Kosovës konsiderojnë se të drejtat e tyre janë shkelur apo cënuar, ata mund të lancojnë ankesë pranë Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e Dhënave Personale. Ankesa mund të adresohet përmes email adresës, mund të vinë personalisht apo edhe përmes telefonit. Të gjitha këto dhëna është lehtë për të gjetur në websajtin e agjencionit tonë www.amdpvizrks.com. Por megjithatë paraprakisht përmendet që ka shumë ku vinë edhe ankesa të ndryshme, të ndalemi tek ankesat në çfarë ankohen më shumë, cila shkelje bëhet më e madhe në Kosovë? Nëse vlerësojmë bazë ankesë në bazë të shqetësimeve të cilat i kanë qytetarët, si çdo rast qytetarët e kuptojnë se të drejtat e tyre janë duke u shkelur apo të dhënat personale të tyre janë duke u trajtuar në harmoni me legjislacionin e fuqi. Gjatë këtij vitit të cilin lan pas, ankesat të cilat kanë qenë më të shumta kanë qenë ankesat në drejtim të shfrytëzimit jo të rregullt të marketingut të drejtë për drejtë. Janë mund të them mbi 100 ankesa të cilat ne kemi trajtuar sa përket marketingut të drejtë për drejtë dhe më pastaj kemi ankesa në sektorët e tjerë, qoftë në sektorin shëndetësor, sektorin bankar apo edhe në sektorët e tjerë.
Ka sektore të ndryshme ku edhe bëhet kjo shkelje. Ne në nivel të 5 mbikëqyrëve shtetërore të cilët jemi të emëruar nga Parlamenti i Republikës Kosovës, kemi ndarë sektoret e ndryshme ku çdo mbikëqyrë shtetëror mbikëqyrë sektorin e posaçëm dhe kësaj ju referova me parë, do thotë mbikëqyrjen dhe zbatimin e ligjshmërisë respektivisht dhe trajtimin e ankesave në bazë të sektoreve. Sa është e vështirë kjo punë të menaxhohet nga ana juaj? Relativisht e vështirë mund të themi, por mendoj që jemi duke e dalur, por mund t'ja dalim shumë mirë mendimin e mediave, mendimin e qytetarëve, se ne jo çdo herë mund të dimë se drejtat e tyre kur janë duke u shkelur, por janë ankesat e qytetarëve të cilët na kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë në ndërprerjen e praktikave të këqija, në ndërprerjen e përpunimit jo të ligjshëm të dhënave. Në shumicën e rasteve të cilën ne mund të vlerësojmë dhe konsiderojmë është që kanë qenë qytetarët ata të cilët kanë shprehur shqetësimin, më pastaj ne kemi bërë inspektimin në bazë detyrës zyrtare, me të cilën kemi konstatuar se janë duke përpunuar përpunimi dhe në personal, jo në harmoni me legjislacionin në fuqi. Mund të përmendi këtu në shumicën e rasteve kur bërë përpunimi i të dhënave biometrike pa marrë autorizimin përkatës nga Agencioni Shtetëror për Mbrojtje të Dhënave. Cila është mënyra më e mirë që ne të mbrojmë të dhënat tona personale? Sa përket ngritjes së vetdijes, do të respektuar sensibilizimit të qytetarëve sa përket përpunimit të dhënave të tyre dhe ngritjes së vetdijes për marrjen e masave vetdije aq sa është e mundur, ne shqetësimet kryesore gjatë këtij viti i kemi orientuar në shfrytëzimin e sigurt të internetit dhe shfrytëzimin e sigurt të rrjeteve sociale. Kjo ka qenë kryesisht orientimi të cilin e kemi pasur në kuadër të fushatës sensibilizuese. Gjithashtu kemi lancuar edhe një video me të cilin ne kemi tentuar të njoftojmë qytetarët sa përket shfrytëzimit të sigurt të rrjeteve sociale, sa përket edhe shfrytëzimit të dhënave të tyre nga sektorët e ndryshëm dhe për të orientuar tek ne në çdo rast kur ata vrejnë, dyshojnë që të dhënat e tyre nuk janë duke përpunuar në harmoni me ligjin. Dhe ka pasur diçka të tillë rreth rrjeteve sociale të ndalmi pasi që tashmë kanë kapluar secilin nga ne, mund të themi, dhe janë bërë pjesë, mund të themi, shumë e rëndësishme gjithë secilit, sa ka shkelja të ndajmë tek rrjetet sociale? Sa përket shkeljeve të cilat mund të ndodhin në rrjetet sociale, nuk mund të themi momentalisht që duke bërë këto shkelje nga, nëse mund të them, nga operatorët e rrjeteve sociale. Ne kemi ngritur kemi tentuar të ngrisim vetdijen e të gjithë shfrytëzuesve të rrjeteve sociale për të dhënë këshilla të nevojshme sa përket rregullave të cilat ekzistojnë për mbrojtjen e privatësisë. Rregullat të cilën gjithmonë themi dhe të cilën po shfrytëzorasin ta përsëritet edhe këtu në këtë emision është që gjithmonë para se të postojnë, të gjithë ne duhet të mendojmë për atë të cilën postojmë. Janë thënie të ndryshme, think before you share, që do thotë mendo përpara se ta shpërndash, mendo 3 herë para se të postosh një herë. Ajo që duhet të kuptojmë të gjithë shfrytëzuesit të rrjeteve sociale, të gjithë ata të cilët dëshirojnë të postojnë diçka në internet, duhet të kuptojnë se është që në ato momente janë duke bashkëbiseduar me miliona njerëz. Në momentin kur jeni duke postuar diçka në internet, duhet të keni parasysh se është duke u cënuar privatësia juaj. Çka do të thotë, nëse dëshironi vërtet diçka të keni private, atëherë më mirë është të mos e postosh. Nga se kemi pasur raste praktike të cilat e kemi treguar edhe tek nxënësit që në një rast konkret, po përmendi edhe këtu si shembull, një figurë relativisht publike ka postuar diçka në Instagram dhe më pastaj ka përfunduar media. Shfrytëzuesi në këtë rast Instagramit ka pasur idenë që është duke u thyer privatësia. Shfrytëzuesi edhe në këtë rast të gjithë shfrytëzuesit të gjitha mediave sociale duhet të kuptojnë që në momentin të cilin janë duke postuar diçka në rrjetet sociale, nuk janë në kode të mbrojtjes së rregullat të privatësisë, nuk do të jetë thyrje privatësisë në rast se ato të dhëna edhe thotë postohen. Ne kemi përmendur një shembull ilustrativ në qoftë se një shfrytëzues i rrjeteve sociale i ka diku rreth 500 mijë dhe miqtë e tyre kanë diku 500 të tjerë, njerëzit të cilët mund të shikojnë do të befasohen. Janë diku rreth 125 milionë njerëz teorikisht të cilët mund të shikojnë ato postime. Do thotë mund ta vrejnë edhe vetë rrezikun, mund ta kalkulojnë çdo kush rrezikun në raste të postimeve, pavarësisht do thotë asaj se cilat rregulla i shfrytëzojnë. Për këtë do thotë në raste të postimeve duhet të kemi parasysh gjithmonë që postimet të mos jenë publike, por ose në raste që janë publike mund të shihen nga çdo kush, më pastaj dëshojnë që miqtë të shohin ato postimet e tyre apo dëshojnë vetëm miqtë. Pavarësisht nga kjo, në çdo rast kur ne bëjmë një postim, në çdo rast kur bëjmë një pëlqim, like
në çdo fotografi të miqve të tjerë, aty krijohet një dritare të cilën të tjerët mund të qasin në mandej në llogarinë tuaj. Krijohet përshtypje dhe ide shfrytëzuesve të internetit që mendojnë kemi krijuar kufizime të nevojshme dhe tani nuk mund të shohim askush. Realisht kufizimet mund të jenë të nevojshme nëse nuk ja bën nuk e pranon as komunist, nuk bën asnjëherë pëlqim dhe në atë rast me kënd ki bash biseduar me askënd realisht. Pra shumë e rëndësishme nëse edhe është publike apo jo, po ndalemi tek Facebooku, po ndalemi tek Instagrami, tek gjitha rrjetet sociale. Është shumë e rëndësishme nëse gjitha ato cilat i postojmë janë publike apo janë vetëm miqet të cilët mund të shohin postimet tona. Duke shikuar nga rreziku i madh. Unë mendoj që gjithë duhet të konsiderojmë atë të cilën ne e postojmë në Facebook, në çdo rrjet social, duhet të konsiderojmë që ajo do të jetë në media, mund të jetë në televizionin e juaj. Do të së pari këtë të mbajmë mend. Do të dim pasojat e asaj që jemi duke postuar. Të gjitha rregullat e tjera janë shumë të mira, të mirëseardhura, por gjithmonë rreziku që ato mund të shifen nga të tjerat. Të ndalemi tani tek fushata cilën edhe keni mbajtur për vetëdijsimin e qytetarëve, sa i përket mbrojtjes së dhënave personale. Si është pritur nga gjithë qytetarët, keni shpërndarë më pastaj edhe fletushka të ndryshme. Ne në kuadër të projektit për ngritjen e dijesë të qytetarëve të Republikës Kosovës, një ndër shtyllat ka qenë dhe ngritja e vetëdijesë së nxënësve sa përket shfrytëzimit të sigurt të internetit dhe sa përket shfrytëzimit të sigurt të rrjeteve sociale. Në këtë rast kemi organizuar 20 punëtori në 20 komuna të Republikës Kosovës ku kanë marrë pjesë realisht panelistë, folës ekspertë të përzgjedhur ku kemi marrë këto trajnime dhe në fund të trajnimit kemi shpallur ambasadorët e rinjit të privatësisë. Numri total i ambasadorëve të rinjit të privatësisë është diku mbi 500 ambasadorë të rinjit të privatësisë. Kjo ka qenë faza e parë që ka përfunduar me 10 dhjetor. Në bazë 10 dhjetorit ka filluar faza e dytë ku këta ambasadorë të rinjit të privatësisë të organizuar në grupe prej 3 personave kanë zhvilluar aktivitete me bashkëmoshatarët e tyre dhe në qytet. Ne kemi dhe me datën 19 ka përfunduar faza 19 janar ka përfunduar faza e dytë e këtij segmenti ku kemi bërë grumbullimin e të gjitha aktiviteteve dhe kemi bërë vlerësimin e këtyre aktiviteteve të këtyre grupeve. Nga ajo çka ne kemi parë dhe kemi vlerësuar, jemi tepër të kënaqur me aktivitetet të cilat kanë zhvilluar këta nxënës, këta ambasadorë të rinj të privatësisë. Këta ambasadorë të rinj të privatësisë kanë bajtur prezantime, kanë bërë fletushka, kanë bërë edhe video. Jemi të befasuar me entuziazmin, me punën, me vollumin të cilin këta nxënës kanë punuar dhe ka qenë jashtëzakonisht e vështirë nga ana jonë të përzgjedhim ekipet fituese. Realisht s'po duhet të dukem stereotip dhe të shfrytëzoj një jargon ku të gjithë janë fituar, po me të vërtetë të gjithë ata të cilët kanë bërë aktivitete janë vërtet fitues nga pikëvështrimi i mbrojtjes dhënave personale. Unë mendoj se qytetarët e Republikës Kosovës kanë përfituar shumë nga gjitha këto aktivitete, ne jemi tepër të kënaqur me përfshirjen e këtyre nxënësve në këtë aktivitet. Megjithatë janë bërë edhe anketa të ndryshme, ku kam pasur sigurisht edhe broshura në dorë duke ju shpjeguar rreth asaj. Keni marrë informacione se sa ka qenë interesimi, si e kanë pritur këtë të ndalim edhe tek anketat, tek ato cilat janë bërë. Ne si agencion dhe unë si udhëheqës i fushatës në njëjtën kohë kemi bërë edhe një anketë të cilat rezultatet dhe i shpalosim 28 janar, do thotë 28 janar në vendin të cilën do të jetë dita e vendit tretë, ngjarja e tretë, shënimi i ditës evropiane për mbrojtjes dhënave personale, do të shpalosim rezultatet e anketës. Të zhvilluar në 20 komuna ku janë 16 pyetje të cilat janë bërë sa përket njohurive të tyre për masat e sigurisë të cilat do t'i marrin në rrjetin social, në kohën të cilën ata e shfrytëzojnë në internet, se si ata i bëjnë përzgjedhjen e miqve, cilat rrjete sociale shfrytëzojnë dhe cilat pajisje të teknologjisë informative ata i kanë shfrytëzuar për të kyçur në rrjetet sociale. Sa është e rëndësishme kjo se cilat pajisje e shfrytëzojnë? Është shumë e rëndësishme nga se trendet e fundit kanë treguar si pajisje kryesore të cilin do ta shohim tash, ndoshta po flas para kohës se mund të delë kundërta, po trendet e fundit tregojnë që aparati kryesor i cili shfrytëzohet për të kyçur në rrjetet sociale është telefoni smartphone. Dhe do ta shohim dhe do ta po del ashtu, mandej do ta kemi edhe një mesatare se sa kohë nxënësit janë duke të rinjit kalojnë në internet realisht. Edhe do të jetë interesant se si ata i përzgjedhin miqet.
Megjithatë, në broshurë ka pasur edhe pyetje të tjera, cila i është dukur më interesante, kush ka bërë edhe përzgjedhjen, apo keni qenë në bashkëpunim? Ne gjithë anketë është gjithë aktiviteti është bërë në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, zyrtarët e mbrojtjes dhe në nivelit komunal, drejtoritë komunale, për arsim të cilët kanë bërë përzgjedhjen e 35 nxënësve të gjitha shkollat mesme. Do të në këto seminare trajnimi kanë marrë nxënësit e përzgjedhur. Bashkëpunim me këta nxënës do të kemi bërë janë dy anketa të cilat i zhvilluar. Janë anketa të cilat ne kemi bërë drejt për drejt me nxënësit dhe anketa të cilat nxënësit i kanë bërë me bashkëpunëtorë. Do të kemi dy anketa të cilat janë zhvilluar dhe këto të gjitha do të janë duke u proponuar dhe këto rezultate nuk mund të them asgjë për rezultate, më vjen keq, ndoshta ta kisha vetëm njërin nga pyetjet e kisha shpalosur, por momentalisht janë proponime si për rezultatet dhe presim të shpalosin këto rezultate me seritet janar. Rezultatet janë shumë të rëndësishme edhe për të bërë strategjinë tonë në të ardhmen sa i përket fushatës, cilët do fushatë, cilën do ta bëjmë për mbrojtjen e dhënave personale apo çfarë do shqetësimi tjetër i cili mund të dalë nga kjo anketë. Ndalemi pikërisht po përmend ku pas kohë diçka, por jo krejtësisht, ndalemi tek ajo ngjarje më e madhe që do ndodh së shpejti konferenca epoka digjitale, që do ndodh 3 ditë do jetë. Na tregon se si po shkojnë përgatitjet, çfarë do ketë ditën e parë, ditën e dytë dhe ditën e tretë. Është java e privatësisë, komplet fushata quhet privatësia në epokën digjitale. Pse privatësia në epokën digjitale? Se jemi duke jetuar në një epokë digjitale ku çdo gjë është e digjitalizuar. Po i referohen pak shteteve tjera, ku shtetet tjera nuk marrin më në mbrojtje proponimet dhëna në letër. Do të mbrojtja dhëna personale bëhet kryesisht në botën digjitale, ku flasim për server, kompjuter, pajisje teknologjike, internet e të tjera. Java e privatësisë është organizuar në 3 ditë, ku ditën e parë do të kemi 3 rregullaket, ku do të bashkëbisedohet lidhur me lirinë e informacionit dhe privatësinë, ku të ftuar kemi panelistë të ndryshëm. Hapjen e këtij datës 3 do ta bën kryetari i Komisionit për Media, deputeti zotri Zinon Pajaziti. Kemi praktikat e mira të cilat do të shpalosen nga Slovenia, kemi praktikat e mira apo çastet të cilat kemi në kuadër të lirisë informacionit dhe privatësisë nga Slovenia, nga Shqipëria, do ta kemi çastin e Bashkimit Evropian dhe të Hungarisë, do ta kemi raste të cilat do të prezantohen, të cilat i kemi pasur në kuadër të agjencive shtetërore dhe njëkohësisht do ta kemi çastin e shoqërisë civile gazetarisë nga gazeta Birn. Dhe do të bashkëbisedohet lidhur me lirinë e informacionit dhe privatësinë. Me datën 27 është një event relativisht i madh ku kemi të organizuar në 4 panele. Paneli i parë do të jenë autoritetet për mbrojtje të dhënave personale, i kemi të gjitha autoritetet fqinje dhe ato udhëheqësit e autoriteteve nga nëse shkojmë Malizi, Shqipëria, Maqedonia dhe Bullgaria. Do të kemi udhëheqës të këtyre institucioneve ku nga pikëvështrimi këtyre institucioneve do të flasim për sfidat e mbrojtjes së dhënave në epokën digjitale. Në panelin e dytë kemi politik bërësit në fushën njohur si ICT, Information Communication Technology, ku kemi kryeshefin e Agjencive Shtetërore për Informacion, kryeshefin e ARKEP-it e të tjerë. Në panelin e tretë, që është për herë të parë në Republikën e Kosovës dhe në region realisht, kemi përfaqësuesin e Facebookut, përfaqësuesin e Googlit, kemi përfaqësuesin e Microsoftit, përfaqësuesin e HPS. Dhe në panelin e 4 kemi do thotë botën akademike, kemi profesor Blerm Regjen, kemi profesor Arbor Recin, kemi profesorin e UBT-s, kemi përfaqësues të botës hakerave, kemi zotrin Tanzira Barzi nga Darsi e të tjerë. Në njëjtën kohë, për herë të parë në region, jemi duke organizuar edhe eventin The Day When Hacking is Legal, ku do të bëhet skanimi i websajteve, tani janë përzgjedhur nga partneri jonë organizativ që është Darsi, që atë hakerët etik të certifikuar, bashkë me ta janë përzgjedhur bërë shortlista, në fillim ka qenë 47, jemi duke tentuar të jetë diku në 25, ku kemi haker nga shtete fqinje dhe do të bëhet skanimi i web faqeve të ndryshme. Dhe kjo ngjarje është duke organizuar për herë të parë në region. Me datën 28 kemi eventin
shënimi i ditës evropiane për mbrojtje të dhënave personale, ku janë të ftuar pjesët aktive të ambasadorëve të rinj. Do të kemi ambasadorë të rinj, kemi edhe Google dhe Facebook, do të prezantojmë rezultatet e anketës, do të flasim pak për fushatën, do të kemi dhe Qendrën Kosovare për Studimet e Sigurisë, të cilët do të prezantojnë ata një anketë që kanë bërë, kemi edhe FIT-in, të cilët merren me Safe Use of Internet për fëmijët dhe për shfrytëzimin e sigurt të internetit për fëmijët në 13 vjeçar, do të lancohen 2 video fituese për ngritjen e dijes së nxënësve dhe video jonë të cilën e kemi lancuar për mbrojtjen e dhënave personale, dhe në fund të eventit do të shpallen fituesit. Në kodët e fituesve kemi bursat të cilat dahen nga Universiteti UBT, bursat të cilat dahen nga Universiteti UBT, kemi pajisjet e teknologjisë informative, pajisjet të ndryshme të teknologjisë informative, të cilat do të japen si shpërblime. Në numrin total i të ftuarve, pjesëmarrësve, në këto 30 ditë eventi janë kalojnë numrin 600. Kalojnë numrin 600, njerëz të cilët në mënyrë të drejtë për drejtë do të jenë pjesëmarrës, qoftë si panelistë, qoftë si mysafir, apo çfarëdo lloj forme të angazhimit. Gjatë këtyre 30 ditëve Agjencioni Shtetëror për Mbrojtjen e Dhënave Personale së bashku me partnerët të shumtë këtë radhë do të ketë një event në këto 30 ditë evente do të jenë të përfshirë në mënyrë të drejtë për drejtë mbi 600 persona. Një event i planifikuar pikërisht në mënyrën siç duhet tashmë edhe ku gjithçka është gati, sa ishte vështirë dhe kush ishte ata cilët edhe bën gjitha këto punë kaq të mëdha, kush qëndroi mbrapa? Relativisht nuk ka qenë lehtë, të jemi sinqert. Unë kam qenë udhëheqës i fushatës sensibilizuese, udhëheqës i grupit punues, nuk isha mujtë me bëu asgjë pa mbështetjen e grupit punues, të cilës shfrytëzorasin mi falendëru, dëshoj tash mos të nisi me falëndërime, por gjithsesi mendoj duhet të falenderoj Darsin dhe partnerët të cilët kanë ndihmuar në këtë rast që kjo të jetë e mundshme. Të gjithë partnerët kanë ndihmuar në forma të ndryshme që kjo të ndodhë. Të gjithë partnerët tonë mund të shikohen në website-in pdavisks.com, ku janë 30 agjendës dhe janë të gjithë panelistët dhe mund të shikojnë. Gjithashtu edhe në faqen Privacy in Digital Age në Facebook mund të marrë informacionet me atë që kemi bërë nga 5 nëntori dhe me 10 dhjetor të vitit 2014. Mjaft mirë. Të ndalim pak tek shkeljet, ku bën më shumë shkelje, në cilat edhe kemi, cilat janë raste, cilat vinë më shumë. Nëse referohemi vitit që lëm pas, në vitin që lëm pas do thotë kemi parë shkeljet kryesore ka qenë në fushën e marketingut drejt për drejt, shfrytëzimit pa autorizuar të dhënave biometrike, mosmarrjen e masave të duhura të sigurisë në sektorët të ndryshëm, do të pothuajse në të gjitha sektorët, po ka qenë mund të vlerësoj që sektori shëndetësor ka qenë pak edhe fokusi i imi dhe kemi gjetur edhe në sektorin shëndetësisë mjaft shkelje që nga tani. Ka pasur domethënë edhe tek shëndetësia shkelje të ndryshme. Gjithsesi. Përveç shëndetësisë, ka diçka tjetër në ato cilat edhe nuk janë shumë të kujdesshme, ku ko pas kohë ka dhe shkelje? Ne kemi sfida të ndryshme në nivele të ndryshme. Ne kemi ngritur shqetësimet tona sa përket sektorit të zbatimit të ligjit, ku korniza ligjore për proponimin e ligjshëm mungon. Në këtë rast mungon, s'po do të hap temën, po realisht është një sfidë e madhe ligji mbi përgjimet, i cili tani nuk kaloj, që për ne nuk është një lajm i mirë, për arsye se nuk e kemi të plotësuar kornizën ligjore sa përket përgjimit. Ne si institucion kemi ngritur shqetësimet dhe kemi ende shqetësimet tona sa përket proponimit të ligjit. Jo çdo gjë kemi arritur të kryejmë këtë vit dhe kam mbetur mjaft për të bërë edhe në vitin e ardhshëm dhe kjo do të jetë sfidë realisht edhe këtë vit të cilin kemi hyrë, plotësimi i kornizës ligjore dhe zbatimi i legjislacionit i cili tashmë është në fuqi sa përket përgjimit të ligjshëm. Të ndalim tek kompanitë e mëdha, sa janë të kujdesshme ato për të dhënat e tyre, pasi që shkojmë në ndonjë kompani, patjetër nganjëherë duhet kur të blejmë diçka që të lëmë edhe të dhënat tona personale, kush përkujdeset për ato dhe sa është e rrezikshme kjo? Ne kemi marrë vendimin çdo rast ku kemi parë, vërejtur, konstatuar që kompanitë të ndryshme bëjnë grumbullimin në punimin e dhënave në mënyrë të jashtëligjshme.
vendimet tona janë publike dhe mund të themi që kemi nxjerrur me dhjetra vendime për shkatrimin e dhënave të grumbulluara. Mund të përmendi vendimin e fundit, i cili kam nxjerrur ndaj FIFA Freshit, i cili ka organizuar një lojë shpërblyese dhe kam nxjerrur vendim për shkatrimin e atyre dhënave të grumbulluara, pavarësisht garancive të cilat ata kanë thënë që çdo gjë do të ketë prodesi, po ky është një rast mandej kemi raste të vazhdueshme të cilat grumullojnë kompani të ndryshme, grumullojnë apo tentojnë të grumullojnë të dhëna personale ku ne nxjerrim vendime për shkatrimin apo nxjerrim vendimin për ndalimin e proponimit të dhënave. Të ndalemi tek mesazhi i fundit, pasi që dhe kemi arritur krejtësisht në minutat e fundit, cili është mesazhi juaj për gjithë ata që shohin shkelje, nganjëherë shohim diçka të tillë, por ja që nuk reagojmë. Sa është kjo e rëndësishme që të jemi më vigjilent ndaj këtyre rasteve, sa është e rrezikshme dhe njëkohësisht cila është porosia juaj për gjithë ata që janë sot me ne. Për gjithë ata që janë sot me ne, sporoj edhe pse është herët i kisha uruar të gjithë 28 janarin ditën e mbrojtjes së dhënave personale dhe privatësisë, të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës në çdo rast kur ata konsiderojnë se të drejtat e tyre janë duke cënuar, i inkurajoj që të bëjnë ankesë pranë Agjencionit Shtetëror për mbrojtjen e dhënave. Sa përket shfrytëzimit të sigurt të internetit dhe shfrytëzimit të sigurt të rrjeteve sociale, s'mund të them asgjë më shumë se sa të tjerë që kanë thënë para meje, mendoni para se të postoni. Ju falenderoj edhe një herë, faleminderit që gjete kohë të jesh sot me ne. Faleminderit, ishte kënaqësi. Atëherë, miq të dashur, kemi arritur deri tek minutat e fundit, kemi diskutuar, besoj keni marrur edhe mjaft informacione rreth tematikës cilën edhe sot e kishim sa i përket emisionit të pasditës 4 orë, kemi biseduar rreth të dhënave personale sa i përket epokës digjitale, me 28 nëntor vetë është një ditë e rëndësishme sa i përket mbrojtjes së dhënave personale. Patjetër më nderoj marrëdhjen e tij zotri mentor Hoxha, i cilin edhe falenderoj edhe një herë. Ju vazhdoni ende të jeni me ne, një blok i shkurtër publicitar na shoqëron tani, pastaj vjen edhe pjesa e dytë e emisionit të Top Ligës me zhanrin e muzikës argëtuese, ndërkohë 4 orë vazhdon live në Force Channel deri në orën 20.